Po, ishte një vizitë disa ditore në New York dhe në Washington. Në New York kam takuar komunitetin shqiptar-amerikan, një komunitet i fuqishëm i cili Kosovës i ka hapur rrugë gjithmonë në institucionet amerikane, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe para pavarësisë, edhe pas shpalljes së pavarësisë. Dhe komuniteti shqiptar-amerikan janë shumë shqetësuar për zhvillimet që po ndodhin jo vetëm në Hagë, po edhe në Parlamentin e Kosovës, me ata që kam rasti me bisedu, të gjithë janë që të kemi sa më shpejt Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucionet e Kosovës, qeverinë e Kosovës, në mënyrë që të adresojnë sfidat e politikës brendshme, pra ngritjen e çmimeve, plot sfida tjera, po edhe të politikës jashtme. Ata po ashtu janë shqetësuar me një temë të cilën jam marrë vazhdimisht, që ka të bëjë me padrejtësitë që po ndodhen në Hagë. Edhe takimet e mia në Kongres me 2 kongresmen ishin po ashtu për temë kam pas këto, edhe krijimin e institucioneve, po mbi gjitha edhe padrejtësitë në Hagë, shkeljet e të drejtave të njerëzit që po ndodhin atje. Keni pasur një takim edhe me ambasadorin Grenell, a është diskutuar për zhvillimet me to? Po, ambasadori Grenell, ju e dini, është një mik shumë i madh i Kosovës, është shumë informuar për ngjarjet që po ndodhin në Kosovë, po ashtu është edhe i shqetësuar dhe këtë shqetësim ai e ka bërë publik nëpër shumë komunikime edhe përmes deklaratave për padrejtësitë që po ndodhin në Hagë, siç thash, për shkeljet masive të drejtave të njerëzit. Dhe unë shpresoj dhe besoj që të kemi sa më shpejt institucionet e Kosovës që t'i adresojmë këto shqetësime në mënyrë institucionale, sepse kjo rezistencë duhet të fillojë në Kosovë dhe duhet të fillojë në institucionet e Kosovës. Dhe vetëm atëherë ne mund të marrim edhe mbështetjen e perëndimit e sidomos të shteteve që financojnë gjykatën speciale. A keni pas mbështetjen e zotit Grenell në lidhje me qëndrimin e juaj si parti ose si opozitë këtë rast? Por nuk kemi folë shumë, do të thotë, për çështje të tilla, ka qenë një takim miqësor me zotin Grenell, po ajo çfarë mund të them është që në Kongres, unë besoj edhe në Senat dhe institucione tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka nevojë për një lobim shumë të madh. Shqiptar-amerikanët në New York, në Dallas, në Washington, kudo që janë në gjendje dhe të gatshëm që të ndihmojnë institucionet e Kosovës, që të ndihmojnë të gjithë qytetarët që janë shqetësuar për padrejtësitë në Hagë, në mënyrë që këto padrejtësi, në mënyrë që këto shqetësime t'i adresojnë në të gjitha nivelet e institucioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë mendoj që është një momentum i ri, i kemi edhe 7 muaj paka shumë të këtij procesi dhe i madh i vogël, edhe na që jemi këtu, edhe shqiptarët në perëndim duhet të mobilizohemi në mënyrë që verdikti në Hagë të jetë një verdikt fer dhe i paanshëm dhe jo i motivuar politikisht. Po unë mendoj që këto ditë qytetarët e Kosovës kanë pas mundësi me i pa 2 ngjarje. Ngjarja që ndodhi në Tiranë, pra një lider që është vizionar siç është Edi Rama, i cili e solli krejt botën në Tiranë, e cili e shndroi Tiranën në epiqendër të politikës së jashtme, dhe kemi zotin Albin Kurti, i cili e ka shndruar Kosovën në epiqendër të izolimit. Pra ne jemi një vend i izoluar, një vend në limbo, dhe Kosovën dita ditës nuk është duke marrë seriozisht askush, dhe fatkeqësisht Kosova me këtë blokadë të mirëmbajtur nga lëvizja vetëvendose është duke kriju një paradigmë të një shteti të dështuar, dhe unë mendoj që kjo përbën një rrezik dhe një alarm për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Qëndrimi juaj do të jetë i njëjtë. Qëndrimi jonë do të jetë i njëjtë, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.